Premtari Halil Geci ka reaguar ashpër përmes një shkrimi publik, duke akuzuar kundërshtarët politik për shpifje, frikë dhe panik politik ndaj kryeministrit Albin Kurti. Ai ka thënë se sulmet ndaj Kurtit nuk janë analizë politike, por reagimet të atyre që sipas tij kanë humbur pushtetin dhe mbështetjen e popullit. Geci ka përdorur gjuhë të fortë, duke i quajtur kundërshtarët mercenar dhe duke theksuar se thyrjet dhe akuzat ndaj Kurtit vetëm sa e kanë rritur mbështetjen elektorale për të. Sipas tij, opozita po vepron jashtë kornizave institucionale dhe po mbetet peng i gjuhës së urrëties dhe i pazareve të vjetra politike. Ai ka përfunduar se Kosova, sipas tij është në rrugë të drejtë, ndërsa ata që sulmojnë qeverinë po veprojnë nga frika dhe jo nga parimet politike. Në vijim postimi i tij plot. Kur digjet bishti mercenarët, vërtet, shpifje kundër Kurtit nuk janë analizë, janë frikë dhe panik politik. Kur pushteti ju rrëshqet nga duar dhe nuk gjeni as puse as ujë për ta shuar zjarrin që ua ka djegur bishtin, ju filloni të bërtisni. Arsyeja nuk është parimi, por frika. Britmat i bënin për t'ju dëgjuar, gazdallarët që u paguajnë poste ose para, ndërkohë që populli ua ka treguar vendin, disa ua ka rrëzuar shpresën, ua ka ndërprer rrugën dhe ua ka hequr mbështetjen. Boll keni kuotur, loja tashmë është ndëruar. Tani, jam unë në fush. Ky komunist i rrahur dhe i sprovuar dhe me ndihmën e Cërnagorit do t'ju çojë aty ku meritoni. Parlamenti nuk është vend për lop. Ju vendin e keni në ahër, dallimi, lopët, bëglisin në këmbë e ulur. Keni vetëm kaq dallim. Disa nga ju shitën për një postë deputeti, disa për pushtet më të lartë, disa thjesht nga zakoni. Për ta mbuluar zbrastin morale i quani veten djathtis, ndërsa Kurtin e shpallni rus, grek, serb. Çfarë ju teket? Por, nga unë keni një falënderim me sharjet tuaja, neve komunistëve të Kurtit na i sollat mbi 500.000 vota të buta, juve ju mbeti vetëm shaja dhe humbja. Nëse sërish nuk sillni si opozitë institucionale, ne do t'i marrim edhe 1 milion zemra votuesish, ndërsa ju mbeteni pengi i gjuhës suaj, mllefit dhe i aleancave që nuk guxoni t'i përmendni. Provoni, populli ka parë të gjitha, nuk harron. Juve nuk ju ka mbetur tjetër veç se të bërtisni rreth parlamentit duke i quajtur Kurtin mercenar, të shitur te Serbia, Rusia, Greqia. Çfarë t'ju leverdis? Kur mungon argumenti, shpifja bëhet armë. Kur mungon pushteti, britma bëhet strategji. E vërteta është e thjeshtë, Kosova nuk ka rrëshitur, vetëm juve ju ka djegur bishti. Bota është e mirë, Kosova po ngjitet lart ku e ka vendin. Ju mbetët pengi amanetit të Rankovicit dhe pazareve të vjetra, kurse shteti nuk blihet dhe pushteti nuk kthehet me pazare, mercenarët mbesin pa punë, dhe kur mbesin pa punë, bërtasin. Kjo nuk është më fushatë, është frikë, dhe frika në politikë gjithmonë vërtet më fortë se e vërteta.